është publikuar prej KQZ-s. Parafatësisht është pritur një rezultat i tillë sa i përket, sepse siç e dini në komunat ku neve veprojmë dhe jetojmë, do të thotë janë shumicë etnia serbe dhe është prit një rezultat, por ju ndoshta sa i përket mendimit tim në drejtim të listas serbskes, sepse kësaj radhe në komunën e Zubin Potukut kanë qenë nën subjekte në garë dhe nën kryetar, do të thotë kanë garu për kryetar të komunës. Do të thotë ka pas 6 subjekte kanë qenë nga serbët dhe 3 nga shqiptarët. Mirë po, diçka e tillë është pritur sepse duke parë angazhimin e madh si kur njëherë më parë lista serbe është angazhu për të mobilizuar qytetarët serb dhe duke ju bërë edhe presion subjekteve tjera në garë që kanë qenë, do të thotë unë për mos me zgjatur një parafolsi aty që është në studio se unë nuk po muj në shoh në ekran. Do ta presim Zëqirin derisa të inkuadrohet, ka mundësi që ka marrë ndonjë telefonat, ku që çfarë do të thotë rikthimi tash në bazë të rezultateve serbskas në veri? Nuk është shumë e rëndësishme kush është kryetar komune. Sigur që nuk është shumë e rëndësishme kush është kryetar komune as në jugi. Po ashtu ka cili komunitet. Është shumë e rëndësishme që Kosova të krijojë një siguri, të ketë institucionet e sigurisë dhe të ketë komandën e duhur të cila i përgjigjet ligjeve të Kosovës. Kjo është shumë e rëndësishme. Kush është kryetar komune, po është vlerësuar e rëndësishme sa kanë qenë 4 kryetarët shqiptar deri tash. Duhet ta kemi parasysh një fakt. Kemi pasur që deri me tani kur kanë qenë kryetar të komunave serbe, realisht kemi pasur figura, mund të themi, kryetar të komunave të cilët kanë qenë pjesë e grupacioneve kriminale. Grupacionet e veriu i Kosovës, sidomos është udhëhequr nga Radojqiqi, Veselinoviqi dhe bandat e tyre. Dhe këta janë njerëz të dalur nga lista serbe. Ne kemi edhe Igor Simiqin sot, i cili është deputet i Republikës Kosovës, por i njëjti dyshohet për urdhërdhëniet e gazetarëve. Jo vetëm dyshohet, por ka edhe inqizimi për çështjet e tilla që janë bërë tashmë. Slavko, po. Slavko Simiq, më falni. E kam Zëqirin sërish në linjë, ishit duke folur Zëqiri, falni për... Po ju lutem se po ta thirrje dhe po kem ndërprerje kur po kem thirrje. Nisa pajtohem me parafolsin, do të thotë aty që është studio, sepse gjitha ato elemente që i përmendja në studio, do të thotë janë përdorur nga lista serbe. Mirë po, lista serbe tani për tani do të thotë ka gjetë ndoshta një terren mat favorizum të mështu për të bo presion mi baze nacionale, do të thotë duke përdorur ato se komunat janë të okupuara, ne do të shlirojmë komunat e kutadione, dhe natyrisht kanë rrjedhë një numër të madh votash, ani pse edhe subjekte tjera kanë pasë një numër të votuesve të themi ashtu.